përndarjet buxhetore, shembull. Po ne nuk na është dhënë asnjë shpjegim pse janë zoglu ato vlera, por që të njëjtën kohë nuk kemi pas konfirmim me shkrim për vlerën 1.2 milion euro. Kemi pas vetëm konfirmim gojor dhe kur ka ardhur konfirmimi me shkrim na ka ardhur në vlerën e zogluar, dhe unë mendoj që kjo është gjithsesi duhet të jetë shkelje. Edhe jemi anku sa kemi mujt, po s'kemi pas adresë dhe mi thonë të drejtën duke pas parasysh edhe problemet përmbarimore që kemi këtë vit, pra Komuna Klinës vetëm deri me tani janë marrë 2.3 milion euro nga përmbarimet për kontratat kolektive të arsimit dhe shëndetësisë, ndërsa i tërë buxheti për investime kapitale është 4 milion euro. Do thotë mbi gjysma e vlerës se investime kapitale janë marrë me përmbarim dhe tani unë nuk kam pas zgjidhje tjetër përveç se ta pranoj edhe si propozim tillë pa ditë detajet se çka ka ndodhur realisht. Unë personalisht kam menduar që ka pas ndonjë dështim të donatorëve, domethënë sipas informatat mia, ndërsa tani po kuptojmë se kjo është një procedurë tjetër që nuk po më pëlqen as pak. E qartë dhe ju do të vazhdoni në instancat